Sot, ti femër, fillo, shikoj vete në pasqyrë dhe thuaj vetes tënde me emrin tënd. Unë merita, ti thuaj emrin tënd. Kam vlerat të mëdhaja dhe vlerat e mia janë e drejta ime që nga lindja që kam ardhur dhe i kam brënda meje. Nuk duhet të bëj as edhe një gjë të tregoj vlerat dhe meritat e mia te asnjë person atje jashtë, por jam kjo që jam dhe thjesht jam. Për këto dhe për shumë gjëra të tjera që të ndajmë së bashku dhe gjithashtu ju ftoj të gjithave grave, pa përjashtim në çfarëdo moshe që të kesh, ditën e mërkurët në orën 20 në orën e Shqipërisë dhe kërko link falas për këtë trajnim që do bëjmë këtë të mërkurën. Të mirëpres dhe filloj javën bukur, filloj një shëtitje dile, shikojeni, dilni në natyrë, natyra është ajo që ty të bën të ndihesh në harmoni, në gëzim, në lumturi dhe mos prit të ta japin gëzimin, lumturinë të tjerët. Por ti jepja vetes tënde, ngriu dhe vish një fustan të bukur akoma dhe që je aty në shtëpi, lyej buzët me të kuq, ver një aromë të mirë dhe bëja qefin vetes. Mos prit që të bësh gjëra për të tjerët dhe shikoje ti veten tënde në sy që të shikojnë të tjerët. Mos e shpërdoro kohën për të tjerët, edhe pasaj kemi ankesa dhe mjerime. Erdhi dita dhe u linde në këtë kohë që të zbërthejmë zinxhiret nga paraardhësit, nga të kaluarat, nga ato bindjet dhe programet e kolektivit që gruaja nuk kishte vlerë. Mos harro të japësh vlerën vetes tënde. Je qenie hyjnore, je një qenie e bukur. Pa ne jemi lulet, ne jemi lumturia, ne jemi gjithçka, ne jemi gëzimi, harmonia. Mundeni ju burra të jetoni pa një grua? Asnjëherë, po dhe ne ju kemi të nevojë, por jo të na shfrytëzoni, jo të na nënvlerësoni, por të na shikoni. Ju pres të mërkurën, kërkoni linkun falas për më tepër.